Jemi thellësisht të shqetësuar dhe të tronditur nga sulmi armatosur ndaj kandidatit ton dhe bartësit të listës së këshilltarëve në komunën e Likovës, Dr. Zekeria Shahinit, i cili u qellua nga një person i maskuar dhe u plagos. Jeta e tij është jashtë rrezikut, por vetë fakti që në mes të një fushate zgjedhore ndodh një atentat i tillë, përbën një alarm serioz për demokracinë, rendin dhe sigurinë publike në vend. Ky nuk është një incident i zakonshëm, por një akt i rëndë, i qëllimshëm dhe makabër që synon të krijojë pasiguri, frikë dhe tension. Kërkojmë reagim të menjëhershëm, serioz dhe transparent nga institucionet kompetente, veçanërisht nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike. Fshehja e së vërtetës, devijimi apo relativizimi i ngjarjes janë të papranueshme dhe të rrezikshme. Ndërkohë që MPB njofton se 2 persona në lëvizje kanë qelluar me armë zjarri ndaj një automjeti, faktet e para, dëshmitë në terren dhe pamjet e kamerave të sigurisë flasin qartë për një sulm të drejtë për drejtë nga një individ i armatosur dhe me maskë, që ka vepruar me qëllim të qartë për të rrezikuar jetën e kandidatit tonë. Ky nuk është një incident i thjeshtë, por një ngjarje me indikacione të forta për atentat dhe duhet të trajtuar si i tillë.